Çdo ditë, mijëra automjete qarkullojnë në rrugët tona. Fatkeqësisht, aksidentet ndodhin dhe kur ndodhin lind një pyetje e rëndësishme: a ke të drejtë për dëmshpërblim? Dëmshpërblimi është e drejta që ka një person për të marrë kompensim financiar për dëmet fizike, materiale apo psikologjike që ka pasur nga një aksident rrugor. Dëmshpërblimi mund të kërkohet nga viktimat në aksident apo nga familjarët e viktimave në rast fatkeqësie me vdekje. Dëmshpërblimi zakonisht paguhet nga siguracioni i automjetit që ka shkaktuar aksidentin përmes sigurimit të detyrueshëm të automjetit. Por çfarë përfshin dëmshpërblimi? Dëmshpërblimi përfshin dëmin pasuror, dëmin jo pasuror, dëmin moral, dëmin ekzistencial, gjithashtu edhe paaftësinë e përkohshme apo të përhershme. Kujdes, koha është e rëndësishme. Në shumicën e rasteve, kërkesa për dëmshpërblim duhet bërë brenda 3 vitesh nga data e aksidentit. Aksidentet ndodhin, por e drejta për dëmshpërblim është aty për të ndihmuar të rikuperohesh dhe të ecësh përpara. Kontaktoni me Studio Ligjore Jao për të marrë dëmshpërblimin tuaj.